Të dashur miq të televizionit Nova Studio hapur në gjuhën shqipe, përshëndetje. Për dallim prej emisioneve të tjera, kur kemi debatuar tema aktuale politike në interes të popullit shqiptar, kësaj radhe kampionati evropian si duket na ka dedikuar dhe na ka ofruar, na ka imponuar në një farë mënyre edhe temën e vetë të këtij emisionit. Për të bashkë biseduar në këtë temë, kam të ftuar zotri Reshat Ibrahimi, gazetar sportiv nga Gazeta Lajm. Zotri Reshat, mirë se na erdhe. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Në anën time të majtë kam ish futbollistin zotri Argjend Beqiri. Zotri Beqiri, mirë se na erdhët. Ama dhe mirë se u gjetëm, faleminderit. Gjithashtu edhe gazetarin tjetër sportiv, zotri Faton Zilbari. Zotri Faton, mirë se na erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Zotri Reshat, po fillojmë prej juve. Ky kampionat pa dyshim se është kampionati i shqiptarëve. Me vetë faktin se do thot mbi 30 futbollistë dikun luajnë shqiptarë, për herë të parë shqiptarët po shënojnë në një kampionat evropian, mirë po edhe tifozët kanë dhënë atë efektin e vet do thot në këtë kampionat evropian. Si pat ju vlerësimin në ndeshjen e parë me Zvicrën, pastaj për të kaluar do thot edhe në ndeshjen e dytë me Francën? Fillimisht do t'i kisha përshëndet shikuesit e televizionit juaj, edhe juve personalisht si moderator i këtij emisioni. Natyrisht se kampionati evropian i futbollit që po zhvillohet tash disa ditë në Francë ka zgjuar interesim të jashtëzakonshëm. Tifozët shqiptar janë, po e nisi me tifozët, sepse tifozët shqiptar në Francë mund të them se janë kampion për momentin për nga tifozeria. Sa i përket kombëtarët shqiptare në dy ndeshjet e para, mendoj se kanë bërë ndeshje shumë të mira. Mungesa e përvojës e bëri të vetën dhe skuadra e Dibiazit nuk arriti për shembull që të rrëmbejë në të dyja ndeshjet një pikë, edhe pse përballë Francës në atë ndeshje deri në minutën 90 rezultati ishte i barabartë 0-0 dhe e merituam, si të them, një pikë, mirë po fati sportiv, përvoja, pastaj ndikuan edhe lodhja futbollistëve në finish të ndeshjes, ndikuan që ne mos të dalim ose mos të marrim atë pikë historike, pikën e parë në kampionatin evropian. Në përgjithësi mendoj se Shqipëria ka lënë një përshtypje jashtëzakonisht mirë, po i lexoj edhe mediat sportive botërore se po shuajnë mirë edhe në superlativ për kombëtarën shqiptare. Madje edhe titujt e mediave prestigjioze botërore pas humbjes me Francën ishin në favor, këtë tituj ishin shumë në favor të kombëtarës shqiptare. Është një përvojë, ky kampionat është një përvojë shumë e madhe për Shqipërinë, sepse është debutuese në këtë Europian. Mendoj se ëndra e shqiptarëve për të marrë pjesë në një Europian është realizuar dhe ne këtë event që po zhvillohet në Francë, si shqiptarë vetëm duhet ta përjetojmë dhe ta shijojmë. Ka mbetur edhe një ndeshje me Rumaninë dhe në ata kem gjasat për shembull që eventualisht shkohet në raundin tjetër ose në fazën e nokautit me fitore janë edhe të mundshme. Të kthejmë pak të ndeshja me Zvicrën, një karton i kuq me Zvicrën nga ana e Canës, mendoj se e ndryshoi atë konceptin e lojës, edhe pse Shqipëria në pjesën e dytë bëri një paraqitje të mirë. Rastet që i krijuan sulmuesit shqiptar Sadiku dhe Gashi nuk u shfrytëzuan dhe ajo bëri që ne në atë ndeshje të mos fitojmë një pikë. Por në përgjithësi përshtypja është shumë e mirë. Pozitive. Zotri Argjend, jeni gjatë kohë në futboll, tash jeni edhe ndihmës trajneri i reprezentacionit Maqedonisë. Në atë pikpamjen tuaj, do thotë si e patë reprezentacionin e Shqipërisë, do thotë në këto dy gjira? Po, reprezentacioni i Shqipërisë apo kombëtarja, suksesin e vet, domethënë e kryri që u kualifikua në kampionatin evropian. Ishte suksesi më i madh për Shqipërinë. Domethënë aty nuk diskutohet, edhe ajo do të ngel në historinë e Shqipërisë edhe gjithë shqiptarëve. Ana tjetër, domethënë dy lojat që i pati Shqipëria domethënë në këtë kampionat, mendoj se lojën e parë
mungoj përvoja deri minutën e 30, dhe me thonë nuk ishte ajo loja apo sistemi që e pritshim për Shqipërisë, për shkak se është kampionati i parë evropian për Shqipërinë, edhe është një përvojë shumë e madhe, normal aty janë edhe emocionet, edhe shumë gjëra tjera në të cilën ndikojnë deri në golin e parë të Zvicrës, kështu që ishte në pjesën e parë goli i parë, fillim të ndeshjes, edhe pse mbas asaj u konsolidua, domethënë kombëtarja, u konsolidua për shkak se kanë kualitet, edhe atë që e ka kombëtarja e Shqipërisë e nuk e kanë kombëtare tjera, domethënë për momentin në këtë kampionat evropian është kolektivi. Kolektivi i cili secili lojtar domethënë lufton për topin. Domethënë secili lojtar pa marrë parasysh është në sulm, mes, mbrojtje. Domethënë është një ekip kompakt, kolektiv, e në futbollin modern kolektivi bjen suksese. Do thotë nuk mund të thirremi në një yll siç kanë reprezentacione tjera, mirë po kemi kolektiv. Nuk mund të themi ashtu, edhe deklaruan edhe disa lojtarë të kombëtarës Shqipërisë, ne nuk i kena yll, por e kena skuadrën e kena. Kështu që ndonjëherë edhe skuadra është më tepër se ndonjë yll. E tash për momentin janë këto lojtarë edhe këto që japin, por unë jam mjaft i kënaqur domethënë me lojën që ato luftojnë për kombëtaren e Shqipërisë. Domethënë edhe duhet marrin shembull shumë, po ashtu e reprezentacioni i Maqedonisë, edhe disa reprezentacione tjera që ashtu luftohet për kombëtaren. Zotri Faton, jeni shumë gjatë kohë, do të thotë edhe ju në gazetarinë sportive, çka thonë mediat për dy paraqitjet e para respektivisht të kombëtarës? Kemi lënë një notë pozitive apo? Absolutisht. Shqipëria me vetë e tha dhe Argjendi, me vetë kualifikimin e realizoi ëndrrën, ato 30 minutat e para me Zvicrën, sikur edhe futbollistët po e shijonin atë ëndrrën, nuk mundshin të dalin prej ëndrrës, dhe kjo mbase edhe ndikoi me një gol pranuar dhe karton të kuq. Më pas pam që fakte Shqipëria jo vetëm që u kualifikua dhe që për momentin është me 0 pikë në vendin e fundit, por të gjithë flasin pozitivisht. Ndoshta është kombëtarja e vetme, përfaqësuesja e vetme, e cila vlerësohet me nota pozitive për angazhimin e futbollistëve, për mënyrën se si luajnë, për sakrificën që japin për të mbrojtur ngjyrat e ekipit kombëtar, por edhe për tifozërinë e jashtëzakonshme që po vlerësohet me nota maksimale, për dallim që kemi parë Marseja përpara se tifozët shqiptar të bëjnë një invazion të madh ditën e mërkur. Marseja ishte në një luftë, do e them, në thojza nga egërsimi apo nga rëmuja që krijonin rusët dhe anglezët. Për ta vlerësuar pak jo vetëm media çka thonë, unë do të cek vetëm një deklaratë seleksionuesit të përfaqësuesit së Francës Didier Deschamps para ndeshjes të së mërkurës me Shqipërinë, kur deklaroi që Shqipëria po mbrohet mirë, edhe në fakt deri tani është mbrojtur mirë sepse ka luajtur me përfaqësuese favorite. Por ajo që më bën mua përshtypje, domethënë po e citoj Didier Deschampsin, është mënyra se sa hapësira mbulojnë futbollistët dhe si e mbulojnë gjatë fushës, këtë që e tha pak më para Argjendi. Domethënë një sakrificë, secili tenton jo të bëjë vetëm detyrat e veta në angazhimin dhe sakrificën për të realizuar atë që i ka thënë trajneri, mbulon edhe shoku, dhe kur ke diçka të tillë, sigurisht që ke diçka më shumë se sa tjetri. Kjo analiza juaj bazohet në dy ndeshjet apo vetëm në ndeshjen me Francën? Në të dyja, sepse e cek edhe një herë, të gjithë, nuk e di nëse edhe ju do marrim personalisht, mos flasim për tifozët që janë atje apo për të tjerët, ne që kemi shikuar atë ndeshje, kam përshtypjen që ndeshjen me Francën disi ndryshe, ishim të koncentruar nëse do marrim rezultat, nëse do durojmë deri në fund, të kalojmë 20 minuta, 30 minuta para pa pranuar gol, dhe më pas ndoshta shanset rriten për të patur një rezultat pozitiv. Ndërkohë me Zvicrën, disi të gjithë ishim europiani, tifozeria, të jemi të sinqert, domethënë secili ka shikuar diçka tjetër dhe jo futboll. Dhe në kushtet e këtilla Shqipëria pa veten në disavantazh 1-0, dhe në pjesën e dytë me një futbollist më pak filloi të luajë. Shqipëria mundeshka. Po mundeshka sepse ajo Shqipëria kualifikimin europian e meritoi me pikët e fituara dhe nuk ja fali askush.
Dhe ata në fakt, ndoshta edhe unë personalisht besoj fuqishëm që do fitojnë në Rumaninë dhe Shqipëria do gjendet edhe si vendi i tretë në raundin tjetër. Por nëse ndodhe kundërta, Shqipëria nuk u korrit. Ajo objektivi është arrit, sipas jush. Denjësisht sot fitim me kualifikimin e Shqipërisë, nuk di çka keni planifikuar për më vonë për këta shqiptarët që luajnë për përfaqësuesit të tjera, por ata shënojnë gola, shënon Shkodrani, shënon Admiri, shënon Xhemaili në botëror, Shaqiri hat-triku i parë në një kampionat botëror. Januza luan për Manchester United. Shqiptarët flitet sot për shqiptarët për gjëra të bukura, nuk flitet për shqiptarët Hajdut ka thyer një bankë për kjo futbolli është jo rastisht është ambasadori më i mirë i një populli dhe sot kualifikimi i Shqipërisë, mos harrojmë Skënderbeu luajti në grupet e Liga Europës. Dhe sot ne si popull, si shqiptar në Europë kemi përse të mburremi dhe kudo në çfarëdo vendi të Evropës apo edhe më gjerë ndoshta të shkojmë tani të garantoj që do të identifikojnë me futbollin. Dhe kjo është gjëja më e bukur që u arrit. Le të përfundojmë me 0 pikë Shqipëria. Padyshim. Reshat, ti kthehemi ndeshjes me Francën. Bënëm disi rezistencë ato 90 minutat dhe kur gjithë menduam se loja veç më përfundoi dhe Shqipëria do ta merr atë pikë historike, u dënuam nga ana tjetër me 2 gola të papritura. Si e pat ju ndeshjen? Çka kishte për të veçuar? Fitim atë ndeshje e kam ndjek si një shikues ose si një tifoz i zjarrt i kombëtarës, më zhvillimsur kombëtarja, edhe u mërzita shumë sepse e mundi në fund shkoi hoq, 90 minuta u mbrojtëm, por aspekti psikologjik, lodhja, pastaj Didier Deschamps, seleksionuesi francez, i futi dy lojtarët kryesorë të kombëtarës së vet, Pogban edhe Griezmannin, shumë të freskët, ndërsa në anën tjetër Shqipëria ishte e lodhur pas gjithashtu angazhimit të futbollistëve dhe mendoj që përvoja e francezëve erdhi në shprehje, ata kanë yje të mëdhenj të futbollit, po luajnë në shtëpitë e vet, po luajnë para 50.000 shikuesve. Edhe të them të drejtën unë... Ndoshta edhe kombëtarja shqiptare është ndjesë sikur të luajë në Tiranë. Për shkak se kishte dikun. Po, ka pasur edhe mjaft shikues shqiptar, por në krahasim me francezët ka qenë pak më ndryshe. Shans ishin mjaft, ishin shumë. Po ishin, po mendoj se humbja ka qenë e pamerit, sepse e pësuam krejt në fund në minutën e 90, edhe kjo më shumë të dhem, për shembull kur je shumë pranë një pike, pranë një rezultati historik dhe në fund për shembull dështon. Megjithatë, pas ndeshjes seleksionuesi De Biasi kishte ngushëlluar lojtarët e tij, sepse në dhomat e zhveshjes ata i kishin mbajtur kokët të poshtë, ulur, edhe De Biasi i po thënë se ngritni kokën lart sepse keni bërë një ndeshje shumë të mirë. Them faktori i përvojës, pastaj fati sportiv nuk ishte me ne. Megjithatë, unë jam shumë i kënaqur me paraqitjen e Shqipërisë në këtë Europian. Argjend, po kthehemi, do thotë ta bëjmë një analizë tek sidomos tek ndeshja që u luajtë, do thotë të mërkurën, çka ndryshoi Shqipëria në dallim prej ndeshjes së parë? Përveç formacionit ato 3 shtylla, do thotë 3 futbollistë të cilat i ndroi De Biasi, çka pam tjetër diçka? Përveç formacionit, do me thonë që thot, do me thonë ndryshimet, unë vërejta se loja me Francën ishte diçka tjetër, më tepër luajeshte taktikisht, për shkak se Shqipëria nevojiteshte pika që e kërkonte brenda lojës. Kurse me Zvicrën ishte ndryshe, ishte eufori edhe luajeshte më hapur loja. Edhe prandaj kishim edhe më tepër gjasa për të shënuar gol. Kurse me Francën luhet e më tepër taktikisht që mos pranojmë gol, por nëse japim gol do me thonë shumë pozitive. Edhe deri kur ishte ajo mbrojtën lojtarët maksimalisht, edhe pse do me thonë Shqipëria kishte një gjas shtyllën, do me thonë pjesën e dytë, më duket. Po, ajo ishte fat, por ndonjëherë fati duhet edhe të desht. Por prapë se prapë do të kthejmë të ajo Shqipëria u mundu maksimalisht, do me thonë maksimalisht,
u mundua që të marrë pikë në këtë lojë, por pse jo edhe 3? E kështu që kishte ndryshimet nuk u vërejtën shumë për shkak se në vend të Lori Kcanës ishte Arlin Tajeti, i cili e kryti detirën besoj se maksimalisht okej, nuk kishte gabimet e mëdhaja. E dyta... Lila ishte një ndryshim tjetër? Ndryshim tjetër, dhe me thonë, edhe aj po ashtu luftoj sa luftoj, pastaj e ndroj... Në atë aspektin e formacionit, në aspektin e trenerit, do të thotë, ka bon ndryshime në formacion, apo ajo mbetësi në pjesën e parë ashtu dhe në të dytën? Po shif, unë mendoj se ajo ishte e njëjtë, edhe në të parën, në dytën, për shkak se rezultati ishte 0-0 edhe në pjesën e parë, edhe në dytën deri në 80 minutë edhe luajtë ashtu, vetëm pritesht të shembull në kundër sulme për shkak se Lenjani është lojtar i shpejt, edhe nëpërmjet Lenjanit edhe Armando, më thon Sadikut, që të shënohet gol. Por ajo ishte, domethënë, një herë ndodhi apo 2 herë, a me Zvicrën ndodhi më tepër herë ajo kundër sulmet. Për shkak se, tash do të kthejmë se Franca, e kena Francën këtu, domethënë, Franca është një kombëtare shumë e fortë, edhe pregaditur andaj kombëtares shqiptare. Edhe ajo nuk diskutohet, shifeshte, domethënë, duelet që i kishin, edhe në fund 10 minutat e fundit. Domethënë, gjithmonë brenda lojës nëse kur ke ndonjë lojë të rëndë, domethënë lojë të fortë apo kundërshtar të fortë, edhe tankohen je në presion. Domethënë, mbas minutës 80 Shqipëria ra në koncentrimin. A koncentrimi bjen për shkak lodhjes që ke pas brenda shembull 80 minuta. Kështu që normal na secili prej nesh kena dash ta marrim minimumin pikën, por prandaj janë ato kombëtare të mëdhaja që mund të shënojnë edhe minutën e 90. E koncentrimi te ato është shumë më i madh. Domethënë unë njëri prej aty në lojtar, domethënë Giroud, shembull, kishte 2-3 gjasa për gol. Unë asnjë moment nuk e vërejta ai kishte nervozizëm veti. Ai ende është i koncentruar. Jo ai, po ai Payet apo dikush tjetër aty, domethënë aty është përparësia e tyre. Domethënë 10 minutat e fundit ato kanë qenë maksimalisht përgatitur edhe nuk kishte panik. Kurse te na secili sulm apo secila mbrojtje panik kishte te kombëtarja e Shqipërisë. Por në fund normal Argjenda më megjithatë francezët në fund u gëzuan shumë kur e dhanë golin e parë. Jo, sigurisht ata kishin një lloj frike se ato kanë pas frikë për shkak se Shqipëria vitin e kaluar më lojë miqësore i fituan, apo? I fituan. Dhe barazuan në rreth. Rastësisht nuk është për shkak se ajo lojë miqësore ka kuotat në ranglist. Domethënë ato e kanë ditë se me cilën luajnë, edhe e kanë ditë se është një kombëtare që mbrohet më mirë pi gjithë kombëtarëve. Ndoshta është afër me Italinë. Catanaccio në italianë Jo, ndoshta afër me Italinë. Por patjetër e ka edhe Di Biasi, patjetër e kanë të lunat lojë, për shkak se janë. Tash me Rumunin do të jetë loja ndryshe, mendimim, për shkak se do të luhet më çel, se aty nuk ka kalkulime. Argjend do t'i kthehemi ndeshjes mendimin si trajner. Unë do të kisha shtu pak këtu se për shembull kundër Francës krosimet që i bënte Hisaj, kisha përshtypjen se ai po shpejton gjatë krosimeve, sepse në zonën e rrëptësisë nuk ishte asnjë futbollist ose ishte vetëm Sadiku, trup shkurt. Edhe krosimet që i bënte Hisaj më duken se ai ngutej ose vetëm kisha përshtypjen se kishte mungesë e përvojës. Ngutesh kur s'ke durim. Lojtarët shqiptar sigur kishin drohen që mos ta humbin topin, mos ndihen fajtor për shembull gjatë pasimeve ose mos të akuzohet për shembull se rave ti për shembull e humbe topin edhe për shembull në kundërshtim pranuam gol. Në këtë rast, për shembull, mendoj se ka pasur nevojë për freskim në sulm, për shembull një Roshi ose një Gashi të jetë në lojë, sepse pas krosimeve që i bënte Hisaj, sidomos Hisaj nga krahu i gjatë, Sadiku ishte i vetëm në zonë. Po ishte vendosja seleksionuese. Reshat në atë aspektin e strategjisë do t'i kthehemi më njëherë pas pyetjes, do thotë se a ka pas ndoshta gabim apo strategu që s'ka bën ai ndryshim apo që qëndroi me këto lojtarë deri në minutën e 80. Për shembull ju si trajner mos ishte për shembull e tepruar ajo mbrojtja ose për shembull taktika e tepruar defanzive e Debiazit, për shembull kur e ktheu Sadikun edhe në qendër të fushës për shembull.
E kuptoj që Franca është skuadër shumë cilësore dhe vështirë është për të mbrojtur. Do me thonë, okej, ka mund, do me thonë Shqipëria ka mund disa raste të provon, të bën presion, si që bën të Franca. Në disa herë, por një apo dy herë, nëse ishte e tepër, do me thonë, do të pëson të keq. Sepse me atë shtyllën që ndodhi, ne ja fotëm pak frikën francezëve. Faton, si po të ndeshjen me Francën? Unë këtë që thot Argjendi dhe sipas meje faktori koncentrim ishte vendimtar këtu. Dallimi, çka dalloi Shqipëria ndeshjen me Francën kundër asaj me Zvicrën. Koncentrimi shumë i madh. Në seanca stërvitore para ndeshjes me Francën, De Biazi, sigurisht që kolegët që raportojnë për atje, futbollistëve, zgjohuni, do keni 50.000 shikues kundër Juve, domethënë fort, koncentrim. Këtë e dinin edhe francezët, këtë që thonë Reshati, a mund të sulmonte? Mund të sulmohesh, por në kushte nëse tani shumë lehtë është të flasim tani. Nëse do merrte Shqipëria 1 pikë, tani do flasim ndryshe edhe për De Biazin, sepse është shumë relative. Koncentrimi, sepse minuta e parë e ndeshjes ka 60 sekonda dhe minuta e kohës shtesë ka 60 sekonda. Këtë e kanë shumë të qartë përfaqësuesit me përvojë, siç është Franca, dhe sigurisht ata shfrytzuan një të tillë. Ajo qetësia e tyre. Ashtu shënoi edhe Spanja. Absolutisht. Domethënë me qetësi ato sepse përfaqësuesit që besojnë te vetja, ata insistojnë, kërkojnë dhe dinë që do shënojnë edhe në minutën e fundit. Por nëse nuk shënojnë, do shënojnë në ndeshjen tjetër. Ky është dallimi. Dhe tani ka akuza, sidomos tifozët këtu në rrjetet sociale ja mundsojnë secilit të bëhet edhe trajner, edhe analist, edhe gjithë të ndryshme. Gaboj këtë, gaboj atë. Ajeti ishte i shkëlqyeshëm, por kishte një arsye që e hoqi nga ndeshja. Kukeli, briljant. U largua, por mua ra loja me inkuadrimin e Xhakës, sepse realisht Xhaka nuk arriti të mbajë atë peshën e balancit që po e bënte Kukeli dhe Shqipëria nuk mundeshte më ndryshe. Tani u mbroi mirë, po forca më e mirë e Shqipërisë është, këtë tha edhe Deschamps, thash edhe më herët, mbrohet mirë, njëjtë ndoshta si Italia. Dallimi është që përvoja e Italisë pati një rast të vetëm ndoshta më i vështirë në rastin 1-0 Italia dhe Shqipëria i pati dy të tilla, edhe Sadiku edhe Gashi. Momente kur duheshte të shënoj kundër Zvicrës. Domethënë vinë shumë gjëra përvoja. E tani të kthejmë, ndoshta Argjendi është më kompetent. Goli i pranuar. Unë golin e dytë nuk po e llogaris sepse aty ishin u zgjidh më çështja e ndeshjes. Goli i parë i Griezmann. Domethënë mungesë koncentrimi. Çdo moment sa kalonin minutat, te Shqipëria disi krijoi edhe te ne që shikonin, huti sepse ndeshja po shkon ka fundi dhe a do durojmë, dhe francezët gjithnjë e më të qetë. Momenti që në prapavi po e shohim golin, Veseli është i vetmuar, sigur nuk di nëse kanë të fokusuara kamerat, Veseli, Argjendi mund ta sqaroj më mirë. Domethënë kushte kur mbrohesh, ky lojtari këtu s'ka ç'bën Hysaj. Marrin secili nga një vend atje. Dhe Veseli mbeti vetmuar me dy futbollistë, Hysaj mbante pozitën e tij. Kishte vetëm moment i dekoncentrimit dhe Griezmann i papenguar nga askush arriti të realizojë. Përfaqësuesit e mëdhaja nuk i bëjnë këto gabime dhe ndoshta keni parë reagimin e De Biazit, nervozën, pësoi ai ndihmësi i tij italiani. Ngër një grusht, sigurisht Argjendi është ndihmës ndoshta përballet me situata të këtilla, por ra koncentrimi dhe ky është dallimi, domethënë Shqipëria luajti me Francën, por unë mendoj që nuk ka të drejtë askush të akuzoj duaj kështu, duaj ashtu. Shqipëria luajti kundër Francës, sepse sikur të ishte hapur të provonte të sulmojë dhe të kishte pësuar 5-0, atëherë do të ishin tani ka shumë analizi kur kjo të ishte kështu sigur ajo, por besoj që është keqardhje. Pranoj drejtë e secilit është të analizon në pikpamjen në minutat e fundit edhe Çekia pranoi gol siç e përmendi edhe Argjendi, ti kthehemi pak vendimit të De Biazit për të ndryshuar, do thotë për të futur në lojë, do thotë Veselin, Roshin edhe Xhakën. Pse Veseli, një futbollist shumë i ri, ndërsa jo Balaj, jo Gashi, jo Cikaleshi, të cilët gjatë eliminatorëve kanë mbajtur atë peshën më të madhe të kombëtarës. Edhe jo për të ndryshuar Sadikun, i cili veçmo ishte i lodhur, mendoj që kishte një mundësi për rifreskim në sulm. Nëse dëshiron të mbajsh konceptin e njëjtë, atë ndrysho sulmues për sulmues. De Biazi më shumë ishte i orientuar në mbrojtje. Edhe qëllimin ai deri në minutën e 90 thuajse e kishte arritur. Qëllimi gati ishte arritur. Ajeti doli nga loja sipas meje për shkak se u lëndu.
edhe në vend të tij hyri Veseli. Përparësia që hyri ai në lojë doli vendimtare se Veselin që e vendosi ta ketë në listën e 23 futbollistëve kur nuk e mori Gjimshitin, por e mori Veselin. Sipas jush këto deshet arsyeton vetveten. Ai ka besuar më shumë Veselit në këtë rast që të qëndroj edhe ato pak minuta që kishin mbetur, jo pak minuta, po ato minutat e fundit si sa fatoni janë shumë të gjata, ato 5 minuta, 6 minuta sa e zgjati lojën. Edhe tjetër qendërbrojës nuk kemi pas realisht. Këtu desha të ndërhyj, nuk mund të largoj Ajetin dhe të fut balen, sepse ndryshon të mbrojtës me Për mbrojtës. balen e kisha do të thotë në aspektin e sulmuesit, do të thotë të largohet Para se Sadiku. gjitha që janë futbollistë Cikaleshit, balaj që presin harkime, ndërkohë Shqipëria kishte nevojë për shpejtësi dhe këtë ka Sadiku. Apo jo? Përveç asaj, Sadiku di të manovroj edhe me topin, di të ambuloj topin në krahasim për shembull me balajn edhe me gashin, të cilët janë më të rrezikshëm me kokë. Sadiku di të luaj, di të mbaj topin, të ambuloj topin, di edhe për shembull është më i gjinshëm për shembull në teren. Këtu edhe shoh edhe përparësinë që ai në këto dy ndeshje ka qenë titullar. Pastaj ka shënuar edhe gola në ndeshjet përgatitore. Edhe këtu ka fituar besimin e trajnerit Debiazi. Futja Gjakës edhe Roshit çka ndryshoi sipas jush? Po nuk ndryshoi shumë, sepse Gjaka në ato minutat e fundit që mbeti më duk shumë i hutuar në lojë. Pastaj francezët me Pogban edhe Griezmannin ishin shumë të rrezikshëm, ato me pak hapa arritin te 16 metrash i Shqipërisë, duke e sjellur në situatë të palakmueshme mbrojtjen e cila ishte e stërlodhur, e cila dha maksimumin. Mua më vjen keq vetëm pse humbi Shqipëria, ndërsa një humbje për shembull e kompritur nga Franca, sepse Franca është çka të harxoj fjalë për shembull them për Francën, se kush është Franca, një nga favoritët jo vetëm të grupit, por edhe favoriti i turneut. Mua më dhimbset vetëm pse e humbëm, pse dështuam, pse nuk patëm fat të qëndrojmë edhe ato pak minuta që kishin ngelur, sepse ishim pranë një rezultati, pranë një pike, pranë një pike historike. Kjo vetëm më dhimbset. Argjend, pikthejmi në atë aspektin e një trajnerit. Hyrja e Roshit deshti disi me Lenjanin që përthejnë kratë, do thot që për t'i mundësu Sadiku diçka tre. Gjaka dhe Veseli sjellën një frymë të rejnë mbrojtje, sipas jush si trajner, kishte nevojë do thot për Veselin, për këto ndryshime që i ka bërë Debiazi apo? Unë siç më ndjes disa deklarata të Debiazit, domethënë Arlinta Jeti nuk është ndruar për shkak lëndimit e ndigjova zotni, po ai kishte dhënë deklaratë e kam ndruar për shkak se nuk ka qenë i përgatitur. Jo, s'ka qenë atë e lexova. Sot mëngjes. Po. E tash nëse ka qenë ai shembull 80 minuta, se ai u ndru, jo, 83 minutë u ndrua Arlinta Jeti. Për 7 minuta nuk ka pat problem ai të luan edhe 7 minuta. Ai ka mjaft rezerva që Arlinta Jeti mund të luan. Nëse është ndru për lëndim, është tjetër punë. Lëndim sepse ai e kërkoi, për shembull, e pash ndeshjen edhe kërkoi zëvendësim. Po, por sot deklaratat e Debiasit ndryshe ishte. Tash sa është e vërteta do ta dim, ndoshta tash mendimi im se siç thatë ju më parë, a ka pas ndonjë stoper tjetër, mbrojtës tjetër. Nëse s'ka pas, është patjetër ta shtin Veselin, për shkak se luan në atë pozitë ku luan Arlinta Jeti. Për sa i përket domethënë Roshit, domethënë Roshi është lojtar i shpejt, domethënë priteshte siç thashën e më herët, Debiasi gjithë lojën domethënë me Zvicrën mbas 30 minutë, mbasi u stabilizuan, priteshte vetëm me kundër sulmet, njëjtën lojë luajti Shqipëria. Edhe me njëjtën, me kundër sulmet, se Lenjani i shpejt, Roshi i shpejt, domethënë ashtu luhet. Për ta shërbyer Sadikun. Se Debiasi duhet ta folim haptazi se ai është një ndër ato që me gjithë ekipin, me gjithë stafin, me gjithë krejt e çoi domethënë Shqipërinë në kampionatin evropian. Domethënë strategjia e atij është që na jena këtu. Realiteti është ajo. Edhe ai është një trajner me përvojë, edhe ai mendon se shembull mjaftonte një pikë na duhet. Edhe qëllimi ishte më tepër të mbrohet. E tash njerëzit
folin është dashtë shembull Cikaleshi të hinë apo ai tjetri, apo ai tjetri, apo ai tjetri. E tash në fund vendos trajneri. Në fund vendos trajneri, edhe i do ta kthehem se unë vetë kam qenë futbollist e kam luajtur sulmues, se jam tu i pa edhe gjasat e Gashit edhe Sadikut. Mendimi im, ma të lumtur njerëz të shënonin ato gola, që na disa njerëz i quajmë, nuk është i mirë, se e ka humbë gjasën është dështim. Nuk është dështim. Ai ka dashtun më tepër për i kretëve të jap gol. Edhe Sadiku edhe Gashi. Domethënë vetë kam qenë futbollist. S'ka futbollist që nuk don të japë gol. Ajo nuk ka në botë. Edhe më i gëzuar do të ishin ato. Por na duhet t'i arsyetojmë se ato kanë dhënë golla më herët. Domethënë nuk është problem. Ti ke shku në Europian. Ti merr në Europian. E qëllimi këtu ka qenë, por si të them, ato janë lojtarët e Shqipërisë. S'ka zgjedhje tjetër. Fitim vetëm ta plotësoj Argjendin, sepse është ndryshe të flasësh nga anash dhe është ndryshe një trajner. Domethënë ne gjithë e shikojmë ndeshin. Shkon Maqedonia, luan një ndeshje, e shikon ndeshin luajti mirë apo s'luajti mirë. Pse ky nuk luajti Argjendi në këtë rast? Edhe Rëshati ka patur rastin të udhtojmë së bashku me përfaqësuesin apo me një ekip të caktuar. Trajneri ato lojtarët nuk i ka, luajti me Zvicrën mirë dhe duhet të luajë. Ai ka çdo ditë në seanca stërvitore. Dhe ai shef diçka më shumë. Dhe për këtë ky do luajë aq, ai do luajë aq. Pse s'luajti Gashi, pse s'luajti? Sepse trajneri ka përgatitur taktik për këtë. Ka bërë seanca stërvitore dhe në seanca stërvitore ka parë se kush prej futbollistët do i përgjigjet më mirë asaj që ai kërkon. Dhe prandaj është shumë lehtë, duhet të luajë ky duhet, por ai sigurisht që vendimet ndonjëherë të dalin të mira, situatën e Veselit edhe zëvendësimit të Ajetit e rëndon fakti që goli ra aty, se për ndryshe do ishte krejt okay, do thonin krejt, aq sa mundi Debjazi e mbajti në lojë largoi, Ajeti ishte i shkëlqyeshëm, bravo trajner. Po tani ra goli dhe ne po e komentojmë këtë situatë. Ta kish bërë Gashi atë golin, ku i ra, portieri ka prekur në dorë, ka nxjerrë jashtë. Sigurt hynte gol, krejt do komentonin, jam i sigurt se edhe Sadiku, shiko ky ku i ra aty s'ka gjas ata ka. Po ja që e kap. E kapi dhe ti është shumë relative kjo dhe prandaj sigurisht Argjendi mund të vetë ta shikoj se formacioni startues dhe zëvendësimet vendosen në bazë të nevojave. Dhe këto gjëra trajneri i mat i vendos në seanca stërvitore. Ne vetëm shohim ndeshjen dhe aty japim vlerësim. Kurse Faton, në atë aspektin e formacionit, ka ndryshuar diçka Debjazi në dallim prej ndeshjes parë apo jo, ka ndryshuar. Ka ndryshuar detyrimisht me mungesën e Canës shkaku i pezullimit në karton të kuq. Jo, ka kërkuar më shumë lojtar vrapues kam përshtypjen, me Kukelin në mesfush, mos harroja në ndeshjen e parë mbuloi Canën në mbrojtje. Dhe tani ai kishte Mavrajn dhe Ajetin dhe Kukelin. Domethënë te mesfusha u rëndit një mbrojtje përpara mbrojtjes, që do të jepte ekipit siguri për mos pranuar gol, sepse përcaktimi i Shqipërisë duket që ishte një pikë, mundësisht nëse mund të befasosh në kundërsulme. Me Rumaninë do jetë këngë tjetër sepse duhet ti të bësh lojë nëse dëshiron të fitosh. Ndërkohë, me inkuadrimin e Lilës, mos harrojmë Lila luante te Parma edhe te Janina është mbrojtës i djathtë, edhe për Shqipërinë ka luajtur mbrojtës i djathtë. Luan hysej dhe luan, domethënë në atë vokabularin e trajnerëve me ansor të dubluar, do e them. Dhe nëse kjo e njëjta mund ndodh një ekip që do luaj përpara me një ansor krahu, dhe si mbrojtës të djathtë do vendon një kur ke apetite më shumë sulmuese. Me Shqipërinë ndodhi e kundërta. Mos harrojmë edhe Lenjani luan tek Nant, mbrojtës i majt. Këtu luante bënte sulmuesin e krahut, edhe me mbrojtësin tjetër të majt, në anën tjetër të gjithë të dubluar, dhe për këtë kjo është, domethënë, kërkojnë ndoshta më shumë fuqi, derisa Roshi është një futbollist me tipare më shumë sulmuese, më debërtuese. Inkuadrimi i Lilës nuk kemi zbuluar ujin e nxehtë ta themi që ai kërkoi më shumë të mbrohet, sepse forca e Lilës është më shumë në mbrojtje. Edhe një vrapus. Pastaj fitim kundër Francës dhe lojtarët kanë pas, sidomos lojtarët e repartit sulmit, kanë pasur detyra të dyfeshta. Për shembull, Lenjani edhe Sadiku, ata përveç që është dashur të mendojnë për sulmin, është dashur të mendojnë edhe për mbrojtjen, sepse një humbje e topit duhet të kthehen dhe
t'i mbulojnë anët dhe t'ju dalin në ndihmë lojtarëve tjerë, bashkëtarëve të tjerë. Luante Lila përpara, pastaj hyse. Kujto tash, kthej ndeshjen të Mërkurës, kanë kaluar ca ditë, 3-4 ditë. Kur krosoi hysej, ku ishte Lila? Do të thonë më njëherë kthehej. Pse s'ndodhi në raste argjend, në raste tipike të futbollit kur hysej një mbrojtës i djathtë do vi për krosim, atëherë Lilaj duhet të ishte në zonë. Këtu Lila kthehej pas, sepse do humbësh topën dhe duhet të mbulosh hapësirë. Atë që thonte Deschamps, atë po e bënte Shqipëria dhe djemt ju përmbajtën strikt. Futbolli ka njerëz si shah. Ne pse se bëri këtë, se bëri, i ka thënë dikush të bëj atë. E tani raj gole na prishi esatët. Reshat, ti kthehemi ndeshjes dhe e cila na pret vendimtare është e fundit. Çka duhet ndryshojmë, do thotë taktikisht? Ky formacion 4-5-1 mos ta marrim tash si strikte, duhet ndryshon apo E tash kundër Rumanisë kemi më çka të humbim ose çka të mbrojmë, Debiazi edhe Shqipëria për edhe tifozët shqiptar tash në këtë ndeshje të gjithë presim që të luajmë një lojë ofenzive dhe me një formacion krejt ndryshe, me lojtarë më shumë sulmues, edhe të mendoj që të kërkojmë fitoren dhe eventualisht nëse mund ta mundim Rumaninë dhe të shtojmë shpresat për të kaluar në fazën e ndeshjeve eliminatore. Unë mendoj se në krahasim me 2 ndeshjet e para, por këtë më kanë thënë edhe lojtarët, disa nga lojtarët e Shqipërisë, ndeshja më e vështirë e Shqipërisë është Rumania, sepse me Francën edhe me Zvicrën lojtarët kundërshtar i kanë toleruar edhe të luajnë futboll, por me Rumaninë që po del se do të jetë ndeshje decisive, ndeshje shumë e rëndësishme, do të jetë edhe për Rumaninë, do të jetë një ndeshje derbi e grupit, sepse edhe Rumania do të kërkoj fitoren, që do t'i shtonte shansat, sepse ato tani kanë një pikë dhe gjenden në një... Parazimi eventual nuk i konvenon as Shqipërisë. Jo, asnjërës ekip nuk i konvenon. Tash pika e fituar me Francën, ndoshta do ta kishte ngritur moralin edhe më tepër, por kanë kaluar disa ditë dhe tash Shqipëria, lojtarët shqiptare kanë marrë veten, besoj, edhe do të jenë më optimist që të fitojnë në Rumaninë dhe Shqipëria kam dëshirë që të fitojë edhe të shënoj fitore bindëse, të japë golat historik në këtë Evropian dhe të arri fitoren historike. Të gjithë presin fitore, por është them se një ndeshje shumë e vështirë sepse e pash Rumaninë me Zvicrën, 1-1. Rumania edhe me Zvicrën edhe me Francën bëri paraqitje të mirë, me Francën pësuan në fund me atë gol që as 2-3 portiera s'kishin shans ta ndalin atë goditjen e paje, edhe me Zvicrën të parët kaluan avantazh. Rumunët tash t'i marrim edhe t'i studiojmë, unë më shumë kam frikë të rumunët të trajneri Jordanescu Argjend, sepse bëhet fjalë për një trajner që ka përvojë të gjatë në kompeticione të tilla siç është Europiani ose botrori, gjatë kohë është në futboll, është trajner i rrept, se sa kam lexuar kështu është edhe me ushtarak, general më duket është Jordanescu, do të disiplinoj lojtarët e tij. Rumunët, nëse them se kanë ndonjë pikë të dobët, është ajo se janë me pak përvojë, kanë lojtarët janë me moshë të re, por që kanë treguar futboll të mirë. Rast i mirë për Shqipërinë që të shënoj fitore dhe të shënoj golat historik në këtë ndeshje. Të gjithë jemi që Shqipëria ta shënoj fitoren e parë historike këtë Evropian. Të shënojnë shqiptarët, mjaft shënuan për përfaqësuesit tjera. Po, ata që ka rastin aty nëse Debiaz i jep mundësi. Kanë shënuar shqiptarë, Shqipëria me 0 gola del këtu në vendin. Nëse ato po shënojnë për kombëtarët e tjera. Janë përfaqësuese, Reshat. Kombëtari është një. Gashi të shohim çfarë strategjie do të përdorë Debiaza, do ta fusë në lojë premis parë Cikaleshin, apo do t'i besoj sërish Sadikut. Jam adhurues i madh i Balaj për shkak se me gollin e Balajt në Portugali kemi filluar eliminatorët me kamp të mbarë. Shpresojmë inshallah futën në lojë Roshi e Balaj, e në një krosim i Roshit e një gol i Balajt.
Shatë ke parashikut. E kam thënë edhe kundër Francës, por nuk më doli, ndoshta se nuk e kam Ferenc Debiazin në Facebook, ta kishte. Argjent, çka duhet ndryshojmë, do thot taktikisht në aspektin e një trajnerit? Çka duhet bën tash kombëtarja? Po, unë mendoj se kjo loja që e pret kombëtaren është, mendimi im është një përfaqësuese, Romania është një përfaqësuese e njëjtë me Shqipërinë në kualitet, edhe pse ato kanë një përparësi për shkak se kanë marrë në këto kampionate evropiane apo botërore, kanë qenë më herët, por kanë ndryshuar gjeneratat. Edhe mendoj se Shqipëria normal do jetë më dominuese, për shkak se thashën edhe më herët është kombëtare e cila lufton për çdo top. Ajo, do me thonë, tash do të vjen në shprehje për shkak se kundërshtari nuk është mjaft i fortë, shembull si Franca apo si Zvicra. Edhe do të vjen në shprehje. Mendimi im është ai edhe në këtë punën e formacionit patjetër ndron se ka edhe lojtar me dy kartonat të gjelbër, do me thonë. Edhe normal, lojtarët që nuk kanë treguar brenda dy ndeshjeve diçka më kualitative, duhet bëjnë ndryshime për shkak se atje janë 23 lojtarë. Do me thonë, besoj se edhe Debiasi duhet të bën disa ndryshime, por jo ndryshime radikale të mëdha, për shkak se atëherë se ndryshon edhe ndryshon shumë gjëra. Por ajo është, do me thonë, fjala e fundit, edhe është derisa ka Shqipëria në kampionatin evropian, besoj se do të bëjë zgjedhjen e duhur. Faton, duhet jemi të kënaqur me këtë që kemi arritë edhe tash t'i ndalim aspiratat tona. Jo, fitohet Rumania dhe kalohet në raundin tjetër. Çka duhet ndryshohet? Do jetë një sfidë e madhe për dy përfaqësuesit, por edhe për gjithë ata që po shikojnë. Nëse mediat po flasin Shqipëria një freski, Shqipëria shumë luftarake, Shqipëria këtë, Shqipëria atë, po mbrohet mirë, edhe Rumania të gjithë po lavdrojnë si përfaqësuese realisht luajtën shumë mirë edhe me Francën edhe me Zvicrën, por dallimi është një problem që historikisht e ka edhe Maqedonia. Ka nxjerrë rezultate të mëdha, do kisha thënë barazime me Anglinë, me Holandën, atëherë kur ti mbrohesh, shënon ndonjë gol ke fat si ajo shtylla e Shqipërisë me Francën dhe kundërshtari bën lojën, ti mbrohesh mirë, dukesh mirë. Vjen loja radhës me një përfaqësuese të nivelit më të ulët, kur ti duhet të ndërtosh lojën, ja ti ndryshojnë gjërat, sepse ti duhet ta bësh në fakt atë Holandën apo Anglinë. Tani Rumania edhe Shqipëria do duhet secila ta bëj Francën dhe Zvicrën, sepse Rumania dhe Shqipëria u mbrojtën ndaj të dyjave dhe u dukën bukur, luftuan, ishin shumë pranë pikës, Rumania edhe e mori me Zvicrën, tani duhet të ndryshon gjithçka. Domethënë as Shqipëria nuk guxon të pres në kundërsulm Rumani, sepse nuk është një përfaqësuese e nivelit të Zvicrës dhe Francës, po as Rumania kam përshtypjen që ata me 4 pikë dhe një fitore eventuale të Francës kundër Zvicrës, ata dalin edhe vend të dytë. Dhe përfundimisht me 4 pikë do ishin vendi i tretë që do kalonin, se dim nga 6 grupe vetëm 2 vende të treta eliminohen, 4 të tjera kalojnë më tej. Dhe unë këtu shoh shansin e Shqipërisë. Domethënë të sulmoj, të kërkoj, nëse hyhet me atë mentalitetin sepse s'kemi çka të humbim, ne nderin e ruajtëm në dy përfaqësuesit e para, ëndrrën e realizuam, e pam atë kënaqësinë, lezetin e të luajtur edhe një kampionat evropian, spektakli nga tribuna, luaje këtë ndeshje hapur, sulmo, po le të dalë ku të dalë. Tani një fitore eventuale besoj fuqishëm, nuk di pse, ndoshta besoj fuqishëm në fitore të Shqipërisë dhe në kalim të grupit. Shpresojmë edhe ne. Reshat, para se të shkojmë në pjesën e tretë, ku do të bisedojmë pak edhe për kombëtaren e Maqedonisë, të flasim, do thotë, të shikojmë grupat sipas jush, cilët do të jeshin favoritet për të kaluar, do thotë, në fazën tjetër. Cili do të kishit veçuar? Në grupin A sigurisht se dallohet, do thotë, këtu Franca. Franca tashmë ka siguruar. Edhe Zvicra pa kualifikimin. Këtu edhe Zvicra është si favorit. Po, si favorit, edhe si kombëtare e tretë do të shohim midis Rumanisë dhe Shqipërisë. Dy të parat në grupin B? Në grupin B do të më ka habitur për shembull fitoria e Slovakisë me Rusinë,
duke i shkaktuar humbjen dhe rusët tash janë pranë eliminimit në Europian. Këtu e shoh edhe Anglinë si favorite të grupit. Velsi? Edhe Velsi ka marrë një fitore me atë gol që e shënoi futbollisti Bale i Real Madridit. Edhe Velsi ka shanse të mira si një kombëtare debutuese në këtë Europian, për shembull që në grupin tjetër Gjermania është kombëtarja që e simpatizoj pas Shqipërisë. Kam shumë arsye për të... Një herët ka kallëzuar edhe futboll deri tash ndoshta futbollin më të bukur, më stabil dhe ndoshta është koha e Gjermanisë që për shembull pas botërorit të stoliset edhe me titull europian. Tjetra kombëtare e cila mund t'i bashkangjitet? Mund t'i bashkangjitet për shembull Polonia si skuadra e dytë, sepse Polonia ka një fitore edhe mund t'ja dalë për shembull që të gjendet në raundin tjetër. Me Lewandowski në krye sigurisht. Po, me Lewandowski natyrisht është. Në grupin D, Spanja, Kroacia. Ky është grupi më i rrezikshëm. Kroatëve ju kanë ndodhur dy fatkeqësi, Sërnës Tivdiç babai, por edhe një antari të stafit teknik gjithashtu ka pasur një rast vdekje, por kroatët me fitoren kundër Turqisë treguan se janë jo vetëm favorit të grupit në të cilin gjenden, por unë mendoj se Kroacia si vjet do të jetë surpriza e këtij Europiani, do të shkojë larg, kanë një kombëtare cilësore. Sipas jush këtu mund t'i dallojmë Spanjën edhe Kroacinë. Po, edhe Spanja me atë fitore minimale, me atë golin e Piqués, i cili e gëzoi jo vetëm Shakirin, por edhe Spanja. Spanja mund të jetë. Grupin E, Italia. Në grupin E kemi Italinë, Belgjikën, Suedinë, Irlandën. Këtu fitem Italia me një kombëtare të re. Po themi, unë nuk e pata arreshtuar në mesin e skuadrave të para favorite, por pas asaj fitore me Belgjikën, që e fitoi 2-0, Italia më ka lënë përshtypje të jashtëzakonshme, një fitore shumë bindëse, me një Buffon në port, me një portier shumë me përvojë, mendoj se do të arrijë shumë larg. Gjithashtu në këtë grup Suedijës apo Belgjikës? Suedia dhe Belgjika janë dy ekipet për shembull që mund të rreshtohen për vendin e dytë. Grupin tjetër Hungaria, Hungaria, të them të drejtën, më befasoi me atë fitore kundër Austrisë. Hungaria po vjen në Evropian pas 44 vjetësh, arriti ta mposht Austrinë, e cila gjithashtu ka një përbërje me futbollistë që nuk janë krejt austriak, kanë lojtarë që luajnë në Premier League e Gjetiu. Këtu pastaj grup që vërtet mund të them se është i barabartë, sepse edhe Islanda me Portugalinë, Islanda i mbajti leksion futbollit, do thoja, portugezëve, edhe pse pas ndeshjes Ronaldo me disa deklarate cinike e nënçmoi lojën e islandezëve se janë gëzuar si fëmijët pas atij barazimi. Tipin e tij klasik. Po. Edhe ai dëshpëru si fëmijë. Po, edhe ai, po. Kështu që mendoj se në këtë grup ende të gjitha skuadrat përveç Austrisë kanë për shembull shanse të barabarta të shkojnë tutje. Argjent, cili do t'i kishe veçu? Kush nga kombëtarët prej grupeve mund të avancon më tutje? Po, më tutje Franca, dhe me thonë Franca, Zvicrës, besoj se do të kalojnë në ato grupet e më tutjeshme. Fazën e grupeve do të kalojnë. Fazën e grupeve do të kalojnë. Tu është interesante Wales, Slovakia, Anglia dhe Rusia. Dhe me thonë, tu mund bëhet diçka interesante. Anglia është mjaft përfaqësuese e fortë, por dhe me thonë me Walesin do të jetë lojë interesante, por nuk e ka të sigurt fitoren.
edhe pastaj mund të vjen fundi, domethënë me Slovakinë që patjetër ta ketë fitore që të kualifikohet. Do të jetë pak e kam fjalën vendin e parë dhe vendin e dytë. Është derbi kjo ndeshje. Po, është derbi për shkak se ato janë afër edhe si shtete, kështu që në grupin tjetër? Në grupin tjetër, unë mendoj se Gjermania dhe Polonia do t'jenë kryesuese. Gjermania dhe Polonia, do me thonë, do t'jenë kryesuese. Në këtë grup mendon, apo? Po. Pastaj në grupin D kemi Kroacinë, Spanjën, Kroacia, Turqinë. Spanja, po ashtu, Kroacia dhe Spanja mendoj se do të kalojnë, do me thonë, në këtë fazë, se janë me të vërtet të dy përfaqësuesit që janë kualitative kundër Turqisë dhe Republikës Çeke. Në dy grupet e fundit mendoj se këtu Italia, Belgjika, Suedia edhe Republika e Irlandës. Këtu priteshte Belgjika që të bën senzacional, por unë nuk pajtohem me këtë. Unë personalisht nuk pajtohem. Ato kanë lojtarë të rinj, por përvoja atyne ka mungu gjatë kohë që nuk kanë luajtur në kampionatet evropiane apo botërore. Italia si Itali, para kampionatit nuk e përmente asnjë, për shkak se Italia jo, s'ka gjasa, por mendimi im, do me thonë atë sistemin që e lunë, do me thonë, ajo është sistemi Juventusit, mendimi im, edhe seleksionusi ka qenë trajnera ish Juventusit, kështu që ato lojtarë janë lojtarë mjaft të përgatitur, sidomos defanziva, por u tregu lojën e parë edhe ofanziva. Italia në asnjë kampionat nuk llogaritet si pretendent. Nuk llogaritet si pretendent, ato gjithmonë janë në gjysmëfinale. Është interesant, por është realitet, për shkak se kanë kualitet, kanë përvojë. E këtu është ajo përvoja që biseduam më herët me Francë. Në grupin e fundit? Në grupin e fundit, Hungaria, si tha edhe zotni Reshati, tha, me thonë, ka kor fitore, edhe që nuk është prit, por ka kor fitore. Edhe pse këtu është Portugalia, e kena quajt si favorit, por na e dim se Portugalin lojës nuk i ngjan, por Shqipëria e fitoi në Portugali. Dhe me thonë, këtu Islandë nuk duhet ta harrojmë, se këtu mund të bëhet shumë interesante, të bëhet që Portugalia dhe mos kualifikohet. Mendoj e para ose e dyta, e treta mundet. Por prapë do t'ja lojmë situatës, për është interesant. Me thonë, pa marrë parasysh se është Portugali. Për shkak se, thash edhe ma heret, në futbolin modern, do me thonë, yllat nuk luajnë futbol. Luajnë futbol ato, e kanë individi... Po bështetin e kjo. Shembulli më mirë ishte Islanda. Islanda, do me thonë, sot, nëse do të mrish do një qëllim, do me thonë, pa kolektiv, do me thonë, atë duhet të harrojmë një herë dhe për gjithmonë. Ajo realisht, Messi është lojtar që më mirë i botës ose Ronaldo, por lunë me 10 lojtarë tjerë që i ndihmojnë atij. Ajo është realitet. Edhe nuk ishte rastësisht Greqia që e fitoi, do me thonë, Evropianin, apo kush ishte një senzacion tjetër, Danimarka para disa vite. Kemi këtë vit Leicesterin. Edhe në Champions League para disa viteve në finale ishte Porto-Monaco. S'mund ta paramendoj. Ne pritshim Juventusin, pritshim Realin, Chelsea. Manchester United. Futbolli është lojë kolektive. A lojtarë që kanë individualisht dhe kualitete shumë të mira, ylla, ato jo veç plus por nëse si ke 10 mirë, veç 1 mirë, harohe. Paton, shpejt për të kaluar në pyetjen e fundit, si kishte mi veçu, do të thotë, favoritet në grupe? Këtim sigurisht do flasim nga ajo që kemi parë deri tani, pasi nuk është e falendërueshme në kushte kur ka ndeshje për të luajtur, në kushte kur po injizojmë emisionin dhe ka edhe ndeshje të tjera për të luajtur, por duke u bazuar nga ajo që kemi parë te grupi A, e thamë ne dëshirojmë të fitojë Shqipëria, Rumania dhe të shkojë si e treta, Franca me Zvicrën janë favorit, nëse edhe Rumania mos dash zotje mund Shqipërinë, Zvicra të bje në vendin e tretë, sërish do shkonte me 4 pikë, pasi janë shumë. Wales, Slovakia, Angli, Rusi.
Anglinë dhe Slovakinë i shoh në raundin tjetër bashkë me Velzin si vendi i tretë, pasi që Rusin e përjashtoi sepse nuk meritojnë më shumë, edhe ata edhe nëse kalojnë do përjashtohen nga Ka bo edhe dy paraqitje do thotë shumë të dobta. nga sjellja e tifozëve të tyre. Po dhe kanë edhe një vrejtje. Ata kanë vrejtje shumë, nuk është vrejtje, ajo është para përjashtim. Edhe në fushën e Gjelbër kanë pas dy paraqitje shumë të dobta. Nuk meritojnë më shumë kohë të humb duke komentuar. Gjermania është për mua përfaqësuesja bashkë me Kroacinë, që më kanë lënë deri tani mënyra si luajtën. Domethënë Kroacia e dominoi tërësisht Turqinë, që më dëshpëroi në anën tjetër. Shkojmë me radhë, pra Gjermaninë e shikoj bashkë me Poloninë dhe ndoshta këtu edhe Ukrainën si vendi i tretë, por Gjermanisë me Poloninë jap përparësi. Kroaci, Spanjë, këtu nuk kam diskutim. Spanja është një fuqi botërore, i ka ato problemet e veta me ndrimin e gjeneratës, por mbetet Spanjë me një Iniesta që do zoti Spanja të shpallet kampion e Europës, meriton të gjithë njohësit e mirë e futbollit, e kanë edhe komentatorët atit në ndeshjen me Republikën Çeke, si mund këtij njeriu të mungojë një top i art. Dhe realisht i mungon pa merit. Republika Çeke luajti mirë me Spanjën, por se di, ndoshta do kisha anuar Turqia të kap atë vendin e tretë. Itali, Suedi, Belgjik edhe Republika Irlandës. Atë që tha Argjendi ka shumë të drejtë, pasi opinioni këtu pak është gënjur, kanë pompuar pak si tepër, kanë fryrë atë vendin e dytë që ka për momentin në ranglistën e FIFA-s, Belgjika, dhe duke parë aty e bëjnë favorit, por realisht të jesh real, Belgjikën të bësh favorit përballë një Italie, pak është në nënçmim edhe i situatës momentale, pasi që realisht Italia është një emër. Në futboll gjithçka është e mundur. Absolutisht, dhe këtu Belgjika do luftoj, nëse do arrijë të fitoj betejën me Suedin për vendin e dytë. Domethënë favorit e shoh Italinë, sepse mënyra se si Italia hyri, duke parë të tjerët si outsider, ndoshta në drejtim të favoritëve tjerë, ata tani do kenë edhe faktorin psiqik nga ana e tyre dhe do jenë shumë fuqishëm, shumë. Më pas mos hyjnë të komentoj lojën se si ata arritën deri tek fitoria, që tregon një strategji të jashtëzakonshme, domethënë e luajtën si në shah ato lëvizjet dhe e morën ndeshjen. Në grupin e fundit Dua të shoh Portugalinë në vend të katërt. Sigurisht nëse shikojmë atë ignorancën me cilën shikohet një Island që pas Shqipërisë është gjëja e bukur e dytë që po i ndodh këtij kampionati evropian. Islanda dim ata edhe popullsinë që kanë edhe mënyrën se si thjesht edhe po si luajnë për ekipin, por realisht Hungaria dhe Portugalia do kalonin këtu grupin. Islanda s'di nëse arrin të mbajë këtë hap. Po. Janë përfaqësuese një si Shqipëria që në emocionet e debutimit janë duke luajtur. Po. Rishat, jemi krejt në fund, do thotë edhe një pyetje kisha dashur si ka ndikuar do thotë reputacionin të cilin tash po sjell një frymë të re në futboll Shqipëria, si ka ndikuar do thotë reputacioni i Maqedonisë. Ne edhe si Maqedoni do të përballemi do thotë në eliminatorët për kampionatin botror. Shkurt do thotë si po reflekton ky zhvillim i futbollit në Shqipëri në rajon. Nuk ka dilemë se për shembull pjesëmarrja e Shqipërisë në Europian i ka dhënë një ton futbollit këtu në rajon. Tash në shtator do të përballemi dhe do të jenë ndeshje shumë interesante për eliminatorët e botrorit 2018 në Rusi. Shqipëria gjendet në grup me Maqedoninë, por aty në grup janë edhe dy kombëtare shumë të forta, siç është Spanja dhe Italia. Do të jenë edhe Izraeli. Për dy vendet e para natyrisht do të luftojnë Spanja dhe Italia. Tash pa i nënçmuar Shqipërinë, Izraelin dhe Maqedoninë, nuk e di se sa për shembull mund të konkurrojnë këtyre dy kombëtarëve që i përmenda edhe. Do të arrit cilësinë edhe interesimin e futbollit këtu në këto hapësira tona. Shpresojmë se ndeshjet eliminatore për botrorin 2018 do të luhen në një frymë krejt sportive, mos të ketë tensione të panevojshme, do të jenë vërtet në pozita jo të mira, sigurisht do të jetë Argjendi dhe
edhe lojtarët shqiptarë që luajnë për Maqedoninë, por shpresojmë thash se edhe në mediat mos t'i frim shumë zjarrit, të them, në thonjza. Ta shohim në atë aspektin sportiv. Të shohim më shumë ndeshjet që janë sportive. Argjent, si po ndikon futbolli i Shqipërisë këtu në Maqedoni, jeni ndihmës trajner, do thotë i kombëtarës. Ku është kombëtarja e Maqedonisë? Po, në këtë rast dhe me thonë lojët e fundit që ka i kishim lojët miqësore me Azerbejxhanin edhe Iranin, kështu që kishim një mbledhje të reprezentacionit, afër 10 ditë ishim bashkë edhe normal e diskutonim këtë temën e Shqipërisë, për shkak se gjithë, do me thonë, reprezentatuesit do me thonë, e diskutoshim, edhe ishte biseda pozitive, për shkak se si kanë mri deri aty. Edhe kështu që krejt është pozitive nga jo anë, edhe na do të kemi pashtu edhe Shqipërim kundërshtar. Loja e parë do të jetë në Shkodër, do me thonë loja e parë me 6 shtator apo 5 shtator, edhe do të jetë lojë shumë interesante, por të na, do me thonë, sidomos për reprezentacionin tonë, tash kena bëm edhe disa ndryshime këto lojët miqësore, se në për këto loja miqësore duhet të provojsh edhe disa lojtarë që a kanë mundësi të vazhdojnë në kualifikimet të luajnë apo jo. Do me thonë, kena një pasqyrë të qartë tash, do me thonë për kombëtaren, për disa lojtarë që do t'jenë në atë kualifikimet për botrorin. Kështu që kjo, do me thonë, për na, do me thonë edhe për Maqedoninë, për lojtarët e reprezentacionit Maqedonisë, duhet t'jetë një gjë pozitive. Do me thonë, po ashtu edhe Shqipëria, do me thonë, është në rajonin tonë, por edhe reprezentacionit tjera të cilët shifet se si luftohet, si luhet. Por te na, normal nuk diskutohet, na duhet një çështje kohe të mrijmë në një nivel apo të kualifikohena në një kampionat evropian apo botrar. Na duhet kohë. Ajo koha, do me thonë, duhet punohet në ndrejtim. Gjeneratat të reja vinë, do me thonë, ka, edhe janë 2-3 lojtarë që në të ardhmen do t'jenë prej gjeneratës që garojnë në U21, do me thonë, do jenë në reprezentacionin e Maqedonisë. Do me thonë, nga dalë edhe duhet të bëhet ekip, por na duhet kohë, realisht na duhet kohë, për shkak se cili ka ato meritat e veta ku lunë në si cilën klub. Do me thonë, lojtarët e Maqedonisë, po ashtu kena lojtar Pandevi cili lunë në Gjenova, do me thonë e kena Agim Ibrahimin, tash me transferin e ri, do me thonë kena Ferhan Hasanin lunë në një klub të madh në Shkëndi, do me thonë Trajkovskin kena në Palermo, do me thonë ka lojtarë që kanë potencial, por duhet të shifet, do me thonë se si luftohet edhe të mblidhet ajo fuqia edhe të jepet në teren. Si shtash ma herët, futbolli luhet kolektiv. Do me thonë, asnjë nuk lunë për vete. Ai që lunë për vete, do të dalë, ka trajnerë, ndronë edhe tung. Keni lojtar të ri, Enis Bardhin e këtë Po, lojtar të ri për atë thash, do me thonë për momentin të U21-shi ka kualitet mund të luhe Enis Bardhi, do me thonë shqiptarja i për momentin luan me Ujpesh Dozha, kështu që ka djali kualitet, luajt me Azerbejxhanin e kishte lojën e dytë me përfaqësuesen, edhe luajt i mjaft, por kishte një lëndim me thyrjen e Kundës. Por ajo është gjë e vogël që do të kalon. E tash edhe Radevski i klubit futbollistik Shkëndia edhe ai ka potencial të madh, kështu që për momentin ato dy në të ardhmen do të jenë të angazhuar. Shpresojmë që kjo frime e Shkëndijës do t'i ndjek edhe vendet e rajonit dhe të shënojmë, do të korim rezultate të mira gjithë kombëtarët. Sigurisht se do të ka shumë për çka të biseduar, kampionati është do të vazhdon, do thotë edhe më tutje, shpresojmë që të kemi edhe misione të tjera, por kësaj radhe koha do thotë kaq na premton. Zotri Beqiri, falenderoj shumë, do thotë në emër të redakcisë Gjuhë Shqipe, Reshat gjithashtu edhe juve faton, patjetër me juve do të jemi në kontakt edhe gjatë kampionatit deri në përfundim. Ndërsa juve shikues të nderuar, takim të radhës ju let të shtunën e ardhshme, deri atëherë mirupafshim.